Fundjavën që lejmë pas në Shkup u mbaj turneu ndërkombëtar Grand Prix Macedonia, ku sportistët e klubit të karates Uskana nga Kërçova shënuan një paraqitje të shkëlqyer, duke u kthyer me medalje të arta dhe bronzi. Në disiplinën kata kategoria juniorëve, Nuredin Dervishi u shpall kampion, duke siguruar medaljen e artë. Ndërkohë Blerina Zendeli dominoi në dy kategori, duke fituar medaljen e artë si në kadete ashtu edhe në junior. Ishte pak e vështirë normalisht, por me punë arrije çdo gjë dhe besoj se do arrij edhe më shumë rezultate. Me siguri jeni përgatitur për këtë turnir? Po. Bashkë me trajnerët? Po, përgatitja ishëm shumë të përqendruar dhe të fokusuar që të arrijmë rezultate në këtë turnir. Në disiplinën kumite kategoria seniore -68 kg, Flora Aliu, e cila pas një shkëputje të gjatë nga karateja u rikthye fuqishëm dhe tregoi një paraqitje të fortë, duke u renditur në vendin e tretë dhe duke fituar medaljen e mbronz. Jam shumë e kënaqur për shkak se kisha një shkëputje për 6 vitesh në karate dhe fillova përsëri tani pas 6 vitesh dhe mund të them se jam shumë e kënaqur me suksesin që arrita në vendin e tretë. Po, do më jap shumë motiv për të vazhduar edhe për të marrë edhe vendin e parë. Për këtë sukses të karatistëve të klubit Uskana u shpreh i kënaqur edhe trajneri Nexhbi Dervishi. Po fundjavën që lam pas në Shkup, gjithsesi ditën e shtunë u mbajt turneu ndërkombëtar Grand Prix Macedonia, i cili ishte një turneu me karakter ndërkombëtar, ku ishte mjaft masovikisht garues të shteteve të ndryshme mbi 1000 garues. Klubi ynë u paraqit me 3 garues në këtë turneu dhe arritëm rezultate 3 vende të para dhe 1 vend të tretë në 2 disiplinat, kata dhe kumite. Nuredin Dervishi në disiplinën kata, kategorinë e juniorëve zuri vendin e parë. Blerina Zendeli në këtë radhë mori pjesë në 2 kategori, atë të kadetëve dhe të juniorëve në disiplinën kata, gjithashtu arriti vendin e parë, dhe Floriana Aliu në disiplinën kumite, luftra, në kategorinë -68 kg, arriti vendin e tretë. Ne si trajner jemi mjaft të kënaqur nga rezultatet e nxënësve që arritën. Përveç garuesve, klubi karates Uskana ishte i përfaqësuar edhe në gjyqësinë e turneut nga trajnerët profesor Nexhbi Dervishi dhe zonja Jetmire Dervishi, të cilët ishin deleguar si refer. Ky turne konfirmoi edhe një herë nivelin e lartë të karatistëve të Uskanës, të cilët vazhdojnë të shkëlqejnë në arenën ndërkombëtare.